të ketë ndodhur, ndoshta nuk e di sakt, po kjo fillon me amandamentimin kushtetues dhe ku i jepet fuqi të jashtëzakonshme gjykatës së prokurisë që të ketë të drejtë të kërkoj në çdo institucion dhe të bastisë në çdo institucion të Republikës së Kosovës, duke mos e përjashtuar as presidencën as kryeministrin. Me ligjin aktual në fuqi dhe me amandamentin kushtetues, prokuria speciale ka të drejtën që në çdo institucion të kërkoj dokumentacione dhe të bëj bastisje e kështu me radhë. Ka bën në disa institucione, ka bën te Ministria e Drejtësisë ku kanë konfiskuar telefonat e kështu me radhë. Dhe nëse ka ndodhur një gjë e tillë dhe po besoj që presidentja e ka trajtuar atë rast në mënyrë profesionale dhe nuk ka leju në anën tjetër dhe nuk është shkaktuar një skandal i tillë, është gjë e mirë sepse ka trajtuar, mendoj tash jemi post atij rasti që po përmend kryeministri i Shqipërisë, që një rast që ka qenë më herët, ku u bë përpjekje që në zyrën e presidentes me pas ato që i thotë kryeministri dhe nuk e ka leju. Kjo mendoj që është gjë profesionale derisa nuk i ka prish marrëdhënie dhe nuk ka ardhur te ligjit, ka ditë më argumentu dhe nuk i ka leju një gjë të tillë. Po kjo tregon seriozitetin dhe tregon padituninë tonë, qysh në fillim nuk kemi qenë fare të kujdesshëm dhe i kemi dhënë as si fuqie që me bëj çka don me institucionet shtetërore, qoftë edhe me presidentin, kryeministrin e kështu me radhë. Okej, kemi qenë të vëmendshëm dhe kemi vazhduar mos me qenë të vëmendshëm në